I kem familjen e migjës, të gjithë na bëjnë çdo herë probleme të ndryshme, janë xhelozë dhe dojnë konkurrencë. Është problem me pas akraba familjar që kanë këto vese, janë xhelozë dhe konkurrencë dojnë. Në raste të tilla, nëse i keni afër me shtëpi, është mirë po patët mundësi me u largu prej aty. Prandaj është ajo fjala e moçme që Nasradini e ka ble shtëpinë shumë lirë, edhe pastaj ka shit shumë shtrajt. Kur i kanë thonë pse po shet ka shtrajt, thot tash nuk jam duke shit shtëpi, por po shes komshi. Komshia e mirë është bekim nga Allahu xhaleshanu, është bereqet. Prandaj nëse i keni shumë afër, ndoshta unë e di sa është vështirë tash me u largu prej aty, por nëse mundeni, largoni prej njerëzve për rreth që ju hupin motivin për jetë dhe non stop janë xhelozë dhe dojnë me kriju gjithmonë konkurrencë me juve. Nëse i keni më larg, atër është pak më lehtë. Bëni dua për ta që Allah zgjal me uzbut zemrën, jep ju një hedije, jep ju një dhurata, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar që dhuratat i zbusin zemrat edhe e shtojnë dashnin mes vete. Duaja thash në vetmi, kur ata nuk janë aty të praneshëm, po ashtu edhe kur jeni në për tubime, livdoni ata. Kur s'janë ata praneshëm tubim, ju shkojnë fjalët edhe pak inshallah taala fillojnë me uzbut. Gjithë secili e kemi nga një sfidë, prandaj edhe tek e fundit do t'ju bëjmë ballë. Ju që jeni xheloz edhe doni konkurrencë, keni frikë Allahun azza wa jall, sepse çdo mirë që Zoti ja ka dhënë dikujt nuk ja ka marrë juve. Por është mirësi që Allah ka dashur me dhënë, prandaj mos e xhelozoni njerëzit.